Si du me vlla, nuk I du. Një hotel me 4 yje. Edhe një pesti. Edhe ky I pesti. Kam shku në Irlandë në veriut që në moshën 23 vjeçare kemi dikon 10 kompani. 10 kompani, tuat. Po. Jemi munduar ta marrim çmimet më të ulta edhe pse kushtet I kemi një ndër më të lartat në Shëngjin. Hajde. Çfarë do të pish? Pa shafamel. Çe pitbull tjetër atje. Si du me vlla, nuk I du. Shkojna. Përshëndetje mistemiti, shikues të shqiptar që krejt nga ona Arlindi. Dhe nga unë Artani. Vllovi jam I vogël jo po I madh. Këtë I ditë. vogël me 7. Prom, masi që kena hec prej Velipoz dhe Rana Hidhun, kërë në ardhë në Shëngjin, kena pas nevojë me përshu, mu shlodh, edhe kena zgjedh Hotel Freudin, një hotel me 4 yje. Edhe një pesti. Edhe ky I pesti. Si kena ardhë, kena vendos me nejt të Freud Hotel, ku na ka pëlqy mas shumëti është komoditeti, mikpritja, po ashtu edhe ushqimin që na I kanë servu këtu. Dhomat me klim, edhe me pamje ka plazhi. Do më thonë të Freudi e ki përveç që e ki gjumin, e ki mëngjesin, Fal gazetari e ki mëngjesin, e ki parkingin, që është veç për ata cilët flajnë të Freudi Hotel, po ashtu e keni edhe shezllonat e ju. Po tash neve, komë na prit mrena Artur Cufaj, një gjallë për Shqipërisë, për Malësis, I cili është biznismen në Irlandën e Veriut, po ka vendos me ardhë me hap biznes edhe në Shqipni, këtë super hotel me 4 yje me Artanin 5. Kështu që tash na do na him rana, se na pret Arturi. Po e para se me him rana unë kam obligative me kallzu diçka publikit ton. Qëre, ndoshta I frekuentoni disa hotele që kur qoheni mëngjes është ajo kryesorja ku qohet njëri dhe don mi kfill syt. Në sen që më ka pëlqyer sot mëngjes te Hotel Freudi, u kon që ushqimi mëngjesit u kon I nxehtë edhe çatu për çatu. Jo na kanë marrë porosin, kanë thonë jeni në hotel, po. Jeni për mëngjes si kem thonë po, e ka përgatitur ushqimin edhe na ka ardhur ushqimi I nxehtë. Jo veç neve, po krejt mysafirëve që e frekuentojnë këtë hotel. Domethënë për krejt ata që kanë qejf me pas një mëngjes të nxehtë, të mirë edhe të shishëm, mundeni marrë te Hotel Freudi përpos që është një ambient I mirë mrena, një mikpritje e mirë mrena, dhomat me klim, pamje kadeti, parking, edhe bukin e keni. Po për ma shumë detoj hajdeni me neve se na pret Arturi mrena pronari edhe komë na kallzu ma shumë detoj, kështu që hajdeni me neve. Mos hajdeni me neve veç në kamerë, po hajdeni me neve edhe për një me kështu. Hajdeni. Hajdeni edhe ju, vizitoni për ma nga ofër Hotel Freudin. Artur, si kemi Si je? A jemi mirë? Shkëllën, vetë dytë. Mirë se erdh, mirë se erdh. Me shëndet? Mirë, si Familja. jemi? Krejt mirë, si jemi? Ka dorë zoti mirë. Ani lo. Si të nëna Shqipi ku kalon njëri keq. Hajde, shumë. Mas pari familje që na keni mikprit, që 5 ditës parë që jem këtu, në Shëngjin, jeni të nëna I shumë gati. Sidomos komoditeti, po ashtu edhe mikpritja është nivel të lartë. Okej. Jeni të mirë sa ardhur. Sa herë dojmë? Sa herë do? Me pronotim. Me pronotim. Vëllo, na paka shumë e dim që vjem të Shqipërisë, a më jeton në Irlandë Veriut. Po, vërtet. Goxha si larg, shumë larg. Edhe pse e dim që atje ki biznese tjera, po tregom si lindi vullneti për me ardhur në Shqipëri, mu kthy me pa ku është më mirë dhe me investu në hap një hotel këtu. Për zonë para një vitit as nuk e kam menuar se do kthehem në Shqipëri me jetua aq më tepër me bë biznes në këtë vend, po gjanat kanë ndryshuar për mirë, më pëlqeu shumë Shëngjini, unë me origjinë jam nga Malësia e Madhe, jetoj në Velipoj, thash ta provoj pse jo. Me këtë kohë, me këta njerëz, t'ja japim një shans. Një shans. Unë që se pash sa do Shqipërinë, po ashtu e don edhe Irlandën. Po, është vërtet. Se ka shumë lidhje me Irlandën. Po, Irlanda ka bë për vete se kam shku në Irlandë Veriut që në moshën 23 vjeçare, në atë kohë Shqipëria ka qenë një gjendje shumë të mjerueshme, katastrofale, nëse mund ta them. Kam punuar fort,
kam kryo familjen atje, dy vajzat e mia kanë lindur atje, janë shkolluar, faleminderit, dhe mashtruan mundësia e barabartë sikur njerëzve që kanë lind në atë vend, atje ndershmëria vlerësohet, puna vlerësohet, dhe po ashtu si këto edhe familja e tjera. Si punon ka? Po, si punon ka. Tash do na mi pa ka bizneset. Sa biznesi keni në Irlandë tregom. Po tani kompani të regjistrume në Irlandë Veriut, pjesë e Britanisë të Madhe, kemi dikon 10 kompani. 10 kompani, tuat. Po. Tregom që në Kosovë i pozë 10 punëtor, nuk mune mi adole e ti me 10 kompani. Do thonë kjo në Shqipëri është 11-ta? Kjo, po, do t'jetë 11-ta. Tregom, ato ka dasht hiq me investu në Shqipëri. Kjo resorti kena na momentalisht. Jo, me të thënë drejtën, këtu ato vlerësimi ka qenë minimal pasi unë e kam marrë nga disa njerëz shumë nderuar që ma kanë besua, unë e falenderoj shumë atë Ladin që është pronari i resortit, e falenderoj shumë që më ka besua me ma lanë mua në dorë edhe me ma lanë, po, me ullheq. Unë, po, çdo biznes kur futesh për sparë qoftë me qira apo nga fillimi do duhet një investim goxhat. Po tani me shifra nuk besoj se ka qef edhe publiku juaj ta dëgjoj, po. Çdo sen që fillon është pak i vështirë, fillimi, për çdo gjë është fillimi i vështirë. Edhe për ty normalisht besoj që ka qenë vështirë. Jo le aq, nëse bëhet fjalë për fillimin këtu, unë e kam marrë me shumë sportivitet, është diçka që e kam bërë me vite me radhë në këtë industri e turizmit, hotelit, dhe pasi i kam andej në Irlandën e Veriut. Më pëlqen marrëdhënia me klientin, komunikimi, kështu që nuk po më duket deri tani edhe aq vështirë. Dy, mosha më laj pa pojta. Pa ja hesu, më kuj ke trupi. Nëse unë e vi në Irlandë Veriut. Po. Am punson atje. Po patjetër bërë se çfarë profesionit ke për në kompanitë e mia unë kam sponsor license që i thojnë në terma English, dhe tani për momentin i kam në një prej restoranteve i kam më shumë se 10 shqiptar të punësuar në restorant që i kemi sjell nga Shqipëria, gjithë Shqipëria, nga Shkodra, Lezhë, Tirana e tjerë. Do të thonë ke marrë shqiptar prej këtuit edhe ke merr lanë që me punu. Po, kur para 3-4 viteve, unë lajmërimin e kam nxjerrë edhe në Kosovë, e kemi pas bashkëpunim me një agjenci punësimi në Kosovë, ata më kanë dhënë kandidat, kanë shkuar, janë paraqit, nuk kanë kaluar, disa për tyre nuk kanë kaluar intervistat që duhet me plotësua për kushtet e emigracionit atje. Unë sinqerisht si njëri prej njerëzve që jeton këtë lirit madhe të thënë faleminderit që për ndihmon edhe njerëzve që jetojnë këtu, për merr jashtë edhe për ja jap një mundësi që me pas një jetë sa më të mirë. Arlen mu s'kom pritet pa shku në mikëshyrë dhoma. Tash na përgjina komerë të restorantit deri dhoma nalë. Sa dhoma i posedoni? 50 dhoma. 50 dhoma. Po. Kemi pjesë kompleksit është restoranti, jemi mundua këtu me kryo një lobby për pushuese që vinë nga Kosova në përgjithësi të pushojnë, pasi jo gjithmonë dhoma është gati, pushojnë pak, marrin pak ujë, marrin pak energji, apo edhe munden me ndërruan atje në facilitetet tona dhe me shku me ba plazh e me ardhë me gjithë dhomën gati. Okej. Ka një farë sistem të mire paske? Po tuaj se si një Irlandë? A ke ajmëru me po pakat frymën atje këtu apo jo? Frymën po, vetëm një gjatë që nuk do të që nuk kam qef me pru është shiu. Shiu i Irlandës. Na bjen shumë shi. Po thoi ku ka shi ka bereqet?
Po jo. Atje benefitin një vetë biznes atje. Shipa fon nuk është mirë. Shiva bereqetën, dhe më thonë këtë pjesën e ki për vera? Po, aja është për verat e bardha edhe si private dikush nuk ka që. Pa që i pak ma privat me posë. A ka dhoma të lira? Në shkoj vizitu na i dhomë? Po pysim në recepcion vajzën edhe ta shikoj. Me siguri do t'i kemi disa dhoma. Okej, shikoj në të shkoj pysim në recepcion edhe keni me ardhë mi po bashkë me neve çfarë dhomave kanë edhe çfarë komoditeti kanë mas pari dhomat. Hadeni me neve. A ka mundësi, po kem qef me vizitu një ndër dhomat ma të mira që i keni të lira? Po, patjetër, nëse kam sa shikoj. Ja 550? Okej. Në po me ka plazhi? Po. Okej, super. Ka të 505. Hyna me. Edhe pse ti e zë të shpije, po unë e pasë të të për i bërë. Jemi të një prita. Wow. Dhomë për 4 persona. Po kjo është dhoma normale për 4 persona që ofrojmë, kemi dhoma edhe tipologjive tjera, vetëm për 2 persona, për 5 persona familjare. Dhomat pothuajse të gjitha janë të mëdha, janë ma gjana, nuk janë të ngushta, gjitha dhomat janë me balkon. Përgjithësi shumica dhomave ka pamje nga deti, disa prej tyre kanë vetëm gjysmë pamjet në balkonin anësor, po pamja gjithmonë është nga deti, po me balkoni është anësor. Kjo për shembull ja ta tregoj. Njëra prej balkonet që do të thonë direkt ka plazha. Po direkt. Edhe më thave me cek se është resorti, mbi në port plazhës, paka shumë e po edhe më herët, artan ti ka hinë mëna më herët. Ai që pakon drejt balkon. Kjo balkoni është i madh, pamja është nga këtu shikojmë drejtimin e Ransthellën, përpara kena çadrat 100 shazllone që janë vetëm për pushuesit tanë, vit parë, uji përpara është përgjithësi më i pastër se në pjesët tjera të Shëngjinit, se vjen këtu filtrohet nga ajo qoshja atje e portit edhe nga këtej filtrohet edhe nuk është gjithmonë i pastër. Dhe ma heshtu kem të plazhe e pom që është shumë uji kristal. Po, këto po. Tregon përveç fjetjes edhe shezllonave, thaj keni 100 shezllona në dispozicion për fjeta. Po, 100 shezllone për klientat tanë, këtu më poshtë atje kemi parkingun që kemi marrë vetëm për klientat e hotelit tanë që po erdhen me makinë kanë parkingun falas përfshirë në çmimin e fjetjes. Do të thonë me çmimin fjetjes janë përfshime gjumi? Me çmim është do të thonë lloma, mëngjesi, darka, parkingu, çadra në plazh dhe Wi-Fi. Edhe Wi-Fi për Wi-Fi e po. Po, me gjitha është shërbimi, kënaqësia, mirëpritja që ju ofrojmë klientëve tanë, sidomos nga Kosova. Tash më kom pak ma transparent me klienta, tregon është shtrejt në sortën e juaj. Te frujtja, është shtrejt fjetja. Fjetja neve jemi mundu me majtë çmimet pak më poshtë se me majtë çmimet konkurruese, do të thonë neve kemi shikuar tregun pastaj siç e dini në Shëngjin ka resorte sa dush me numri dhomave në Shëngjin me sa kam dëgjuar unë është dikon te 27.000 lloma pushimit, kështu që jemi munduar ta marrim çmimet më të ulta edhe pse kushtet i kemi një ndër më të lartat në Shëngjin. Resorti ju? Në resorti ja. Sa kushton një fjetje nëse bën më na kallëzu te resorti ju? Okej, fjetjet në qershor që jemi tani vetëm fjetje me mëngjesin, parkingun, çadrën është 35 euro nata. Për person? Për person. Do të thonë fjetja, mëngjesi, darka, parkingi dhe shezlloni. Pastaj po fut edhe darkën, se ne kemi qef që me i dhanë ushqim të mjaftueshëm dhe të larmishëm dhe të shijshëm. Normalisht. Shtohet dikon edhe 10 euro më tepër
për me marrë edhe darken, do më thanë me hapur. Do më thonë për 45 orë për mendim temi një vlen mardh kur i ki gjitha këto gjona në dispozicion. Gjitha. Bol parkingi që ki kojnë veturën Jo, sigur. parkingun e kemi neve, nuk është toka jona, nuk është pjesë e rezervuar, po e kemi rezervuar që ma herët, do më thënë që klientat tonë të kenë parkingun. Në qoftë se klienti vjen me makinë, është i lodhur, stafi jonë mund të ta parkoj makinën për ta të shoqëroj deri te parkingu, edhe me valigjet e me kështu. Halal dhe qoftë. Faleminderit. Nëse po të marrim kohë më shumë se ti i zonë, ke në zonë me klienta. Faleminderit shumë as që na ke prit. Për respektin. E gjithë tani thonë kur vi me bajanak. Qëre thonë, unë me bajanak ju plejnë dësh, do 2 nuse të plejnë këto krevetat knej, 2 balkone e pas ka një shpedzajnë me bajanak, një 2 motra. U kryone që të vita shamas, veç që ta thirë ripagjen. Mirë se të vesh. Mirë se të vesh. Vëlla, ne përshëndesim, faleminderit shumë që na prite. Faleminderit Arlend, ishte kënaqësi të kemi këto, jeni të mirëpritur sa herë që të vini në Shëngjin, mos na harroni. Kjo shpresoj që në udhëtimin tuaj të mëtejshëm, pasi me tha që do shkoni, do vizitoni gjitha brigjet e Shqipërisë, ju uroj suksese, ju uroj të gjeni mirë, t'ja kaloni mirë, edhe inshallah mikpritja dhe suksesi ju shoqëron gjatë gjithë kësaj kohe. Bashkë me ju, inshallah. Shumë faleminderit, respektet rrit zoti. Shikues në rrum kaq kishim për sot, me pronarin e resortit Frujdi, i cili na ka mikprit shumë mirë. Zoti ju rujtja, Allah shënetën, pasin të rinë jetë shimi herave tjera.